Përshëndetje, ky është hapi 5 dhe në këtë video do të shpjegojmë se si të përshtasim ngjyrat në header dhe në footer me ngjyrat e logos që ka biznesi të ky butoni sociale. Tani shkojmë tek profili i biznesit dhe ja ku e keni këtu këtë butonin sociale. E klikojmë dhe na hapet ky informacioni këtu. Nuk I ngacmojmë këto që kemi këtu lart, vendosim linqe apo gjë tjetër. Këto vendosim nga një pikë. Sepse këto nuk janë aktive. Por klikojmë këtu ku thot ngjyra menu header. Headeri është kjo pjesa këtu lart. Dhe në rastin konkret, për shembull, ne do t'i bëjmë ngjyrat, unë për shembull do t'i bëj ngjyrat në bazë të kësaj ngjyrës së logos. Klikoj këtu dhe kam dy opsione. Kam këtë shiritin këtu që mund ta përzgjedh në këtë lloj forme. Dhe me lapsin po të klikoj mbi këtë fushën këtu, për shembull. Shikoni që ndryshon kjo ngjyra këtu. Kjo është një formë, ndërsa forma tjetër është klikoj tek lapsi dhe selektoj këtë këtu, ose për shembull këtu, për shembull këtë bluhen këtu. Aty ku është qendra, e shikoni si ndryshon? Ose këtu. E shikoni si ndryshoi? Dhe të njëjtën veprim bëjmë edhe këtë poshtë, marr lapsin e kam më thjesht dhe po zgjedh këtë goldin për shembull. Sepse logoja është gold dhe zezë dhe po e ruaj. Në momentin që ruhet, shifeni se si ndryshoi headeri dhe u përshtat me ngjyrën e logos. Edhe këtu në fund është bërë gold. Goldi s'po më pëlqen. Shkoj prap këtu. Footer, ky është footeri. Klikoj edhe një herë këtu dhe bëj edhe këtë me ngjyrën tjetër, edhe ruaj ndryshimin. Dhe tani edhe në header, edhe në footer kam të njëjtën ngjyrë. Po ta shikoni, kjo duket si e zezë, po s'është e zezë. Pra është si jeshile e errët. Kështu që këtu lart për shkak nuk dallohet shumë sepse është pak. Ky është pak a shumë butoni sociale. Sa herë që doni të ndryshoni, këtu e bëni ndryshimin. Në të ardhmen do t'i bëjmë aktive edhe këto, që bizneset të mund të vendosin dhe rrjetet sociale të tyre. Sa herë që bëni një ndryshim, do ta ruani ose në të kundërt thjesht e mbyllni. Shihemi në videon tjetër. Edhe diçka në fund fare. Në moment që keni ruajtur, ma dërgoni në WhatsApp ose në foto që të shpjegoj sugjerimet e mia nëse e keni bërë mirë. Kjo vlen për të gjitha hapat që ju ndiqni. Sa herë që mbaroni një hap, thjesht ma dërgoni me foto ose me një link. Në rastin konkret për shembull do të dërgoni me foto, po nëse keni mundësi ta dërgoni me link, e dërgoni me link. Për shembull rreth nesh e dërgoni me link, po themi. Shihemi në videot e tjera.